Xhamatli, kjo është gjumaja e fundit e këtij muaji të Ramazanit. Elusim Allahun, Allahu ta ketë pranuar prej neve agjërimin ton, taravitet tona, namazin ton, veprat e mira. Por se në çdo përfundim, në çdo epilog, në çdo gjë e cila mbyllet, muslimani edhe merr mësime, edhe ndalet me mësimet e Zotit xhelel xhelalu. Cilat janë mësimet e Ramazanit? Çka pas Ramazanit? Çka morën vesh në prej Ramazanit, i cili kaloi shumë shpejt? Dietarët e muslimanëve, kur kanë folë për Ramazanin, ndër shembuj që i kanë sjell, ka thënë Ramazani ta jep edhe një fotografi të vogël, por fotografinë e madhe të jetës. Ti në Ramazan e merr vesh krejt jetën si i bie. Çka mundesh? Sa ki takat? Cilat janë mundësitë? Domodin njeri pas ka mundësi me agjëru 30 ditë kur gjon se gjeka. Kjo është argument për ata që ka thonë s'munët njeri. Njeri pas ka mundësi mi fal 5 vak namaz, edhe me fal taravi 20 rekat, edhe me bëhe veprat mire gjatë ditës, edhe nuk po shkoj kanë spital për këtë çështje. Domodin kjo një mësim i madh për ata që thonë s'ka mundësi, pas ka mundësi, sepse i njëjti diell ka dalë. Në ditën tokë jena, njëjtit njerëz jena. Ku është problemi? Te qëllimi, te nxitja, te niyeti. Andaj Allahu xhelala e bani Ramazanin një miniatur të vogël. Në ta e shë jetën tane nëse e zmadhon. Edhe jeta o qështu munësh po thotë Allahu. Ki mundësi, veç meditoje mirë, merë rolin tanë mirë. Andaj tha Allahu xhelala në Kur'an, në surën e Al-An'am, wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun. Ama ja tha Allahu ju definon e mirë dunjajën. A e kena definuna mirë dunjajën? A e dina definicionin e dunjajës? Tha Allahu xhelala, e cili mas mirë ti e di çka dunjaja. Tha, dunjaja nuk o tjetër pos loj edhe zbavitje. Dhe kështu duhet ta marrim. Shiko dhe zër, Ramazan ke që po përfundon. Shiko shta shpejt, shiko shka shpejt, edhe vjen Bajrami, edhe pasaj fillon njerëzit me lujt, fillon njerëzit mu zbavit, e kalojnë shpejt jetën, edhe jeta jonë kalon shpejt. Ditë të numruara të Ramazanit, po ditë të numruara dhe tonat. Ti vetë se ki një ditë të jetës tane, të numrume janë kanë. Ti e ditë atë lindjen, po. Nëse e merë deri sot, a munësh me një, vetë se ki një. E sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jetën e numrojshin. Ka transmetuar Imam Buhariu nga Abdullah ibn Omeri radhiyallahu an, shoku i pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka transmetuar, ka thënë, une kur çonën sabah, nuk e njefi si e zon akşamit. Der në akşam e baj planin. E kur të mëzonja akşami nata, unë e plan nuk baj pos deri në sabah. Nuk baj unë e plan edhe mas sabahit. Vëzë një njeri që qështu e renit jetën, a i del taman? I del taman. Ti pin sifir deri ku ban plan? Njëherë ban plan deri niftar, mas ani e këshirmi. Nëse e qonë për ditë qështu, thu njëherë pin sabah deri në akşam. I kam së detyra, du të me agjëru, du të mu fal, du të me shkum pun, si cëli me detyrat e veta. Mos e baj galën ti për 70 vjetë, se ti nuk e di 70 vjetë. Sa njëri u kanë vjetë në Ramazan, si vjetë nuk është. A ka dikush garantë se në mot ka mu kanë këtu? Kur kush nuk e din. Andaj të zjerë mësime prej Ramazanit. E prej mësime dhe që i kanë zjerë djetarët kanë danë, është edhe shembulli që e ka sjellë Allahu për këtë dunja, e që i ngjason shpejtësisë të cilën po e përjetojnë në Ramazan. Cila është ajo fjala Allahu xhelal në surën El-Kahf, ajeti 45, thot Allahu xhelalu: "Wadrib lahum mathal al-hayati ad-dunya kama'in anzalnahu min as-sama' fakhtalata bihi al-ardu." Thot Allahu xhelalu: O Muhammed alayhi salatu wassalam, kallzoju njerëzve me një shembull çka dunjaja. Çka dunjaja? Dunjaja ta është sikur shembullin i ujit, shiut që zbret pi qielle, e pasaj përzihet me tokën, e gjelbron, e pasaj zverdhat, e bëhet luën. Qështu tha Allahu ka fuqimi ndru sendet. E dhe zërë në thamë, tabiati ujë cili s'ka karar, s'ka një vend, s'rrinë dunjaja për një vend. Tjetra cila është se ujë e ka formën vetë qenje e ujit, cilësia, element, komponente që ka i ka, është ndryshushme. Ujë edhe rrjedh, ujë edhe rri me një vend, ujë edhe mundet me mu bo lumë, shtrat me ta, ujë mund mu bo edhe akull, ujë mu bo edhe borë, ujë mu bo edhe avull, ujë mund edhe mund dze, edhe me vlu. Shumë gjendje ka ujë. Ujë mund mu bo edhe ilaç, ujë mund mu bo edhe ushim.
Krejt të janë të ujit, me uj banë ato. Apo, e djetarë dhanë, pse e në gjasoj Allahu ujin me dunjajen? Se nëse donë me kuptu dunjajen mas mirë ti, mere me uj. Sa e ka kriju, a e di që shë. Apo, e Allahu u gjellu ala dhe zërë, kër e pruni me uj, që ka thënë djetarët? Thanë uj ka këtë cilësi. Pre cilësive tjera që i ka uj, cili a dhe zërë, se dunjaja kanë thënë vjen si uj. Pika pika beshiu, apo? Pika pika. Ama kur thahat për njëherë. E kjo është shembulli i ujit, e shembulli i dunjajës. E ke pa bje pika pika. E bëhet shumë. Sa i duhet dillit për me e thake? Një dill i fort. Saba beshi, në drek e than kejt. Kështu e dunjaja dhe zërë. Rritësh ka dale. Nuk thot Allahu gja prit na 50 vjet me ta mor shpirtin. Jo, ta mona për një dakik. A e kupton dhe zë dunjajën? Kuptoje që shtu. Njoni thot shumë be jam munu për këtë dunja qatë shpejt me na mor. Pa i për dit me të ka kalzue. Për dit ka kalzu. Shiko shiu, pika pika. Del dili e than. Që shtu thami edhe na dhe zë. Na rritmi dit për dit. Na zhvillohemi dit për dit. Na për dit hajna buk. Amba nuk duhet procesi vdekës me pas këta. Jo, na për një arë vdesna. Allah na mundsof me dek me iman ja Rabbel Alamin. Andaj përgatitet dhe mos u çudit. Pse mos më çudit? Kan thënë dietarët mos u çudit se për ditë jam të kallzu. Sikur pika pika që be shiu, çashtu Allahu e të ka rriti pika pika. A ke pa ke dalti me gram të matur, me kilogram të matur. E pastaj me çumsh, e ka dale, tu hec, tu rzuka pak e tu, je bo burr, je bo i madh, te shtash, a thot dëkush, ka dalë se nuk urzohet ba shpejt ki. Jo vëllaj i rzohet minjarë. Sa njeri Covid i shkoj Rametliu bo. Apo, andaj bje pika pika, po thahët shpejt. Shiko ku nisi Ramazani, Shiko sa shpejt dhe zë. Shkoj, kështu jetë ka me në shkuar. Me remetoj atë që ka me të pa me remetue. Ndreq atë që ka me të pa ndreq. Se vëllaj, veç ku ta shifsh vetën para Zoti Gjelle Gjelalu. Tjetra vëllezër që kanë thonë për ujin, kanë thonë djetarë, dunjaja si uji, kanë thonë djetarë. Pra Allahu si ku nga thot, o i njerëz, uj, dunja ka shumë. Ama ti sa ki bark edhe stomak, edhe sa duhet, o pak. Detra ka shumë, lumej ka shumë. Ama ti sa duhet për kësaj dunjaje, sa me e mush barkin, sa me e majt. Andaj tha pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, mjafton birit Ademit, disa kafshatat jamojnë kur rizin. Le pak për frim. Apo, le pak për frim. Jo, me hangër deri sa mos unë merë as frim. Jo, ka dale Allah. E dunjaja dhe zër është zarara nëse merë shumë. Njëj do të du me pas Allah. O, Allah i mund me dhamë, po ti s'duhet. Ti Allah i e, sa i, najna mesatar janë 2 metre. Apo, mesatar janë 2 metre. Sa e ki kilogram? Po Zoti Gjelle Gjellal nuk tjep sa ti do, sa duhet. E merë për kësaj dunjajet halalit sa ti duhet Allah. Sa duhet, vallaj një gotë ujtë mjafton. Ama na i kena dëshirë me e pas, domon me tonelata ujnë, neje që tu. Ama ti me pak ujnë njësh, me pak ujnë ngopësh. Andaj ka thënë djetarë, dunjaja si uji, qysh i bje si uji? Allahu më në thotë, merë një pak ujë sa me mërite une. Me halal. A ujë ka shumë. Ti ki me deke ka me met ujë. Ti ki me deke ki me lanë pare. Ti ki me deke ki me lanë shpijen. Ne kina po shpijet e mdoja. Ama në nuk zona qa qven. Ti e ki shpijen 1.000 metra katror. Ama ti kur ulesh atin dysheme, karrikën tane, sa e zë? 50 centim. Apo, andaj Allahu gjelora tha, dunjaja si uj ka shumë, po ti s'duhet, mere sa duhet. Tjetra dhe se që ka ndonë djetartë, uji, tabiatin cilën e ka ndonë djetartë, tabiati uj ta me dalë pi venit. Srime një ven. Ta e përmenim, i po këtu e ka shtesë. Cila është shtesa? Për shkak se tabiati ka uj, e ka tabiatin e dalis pi venit, Allahu në ka mësue që ujin me e bo lumë, me vnu shtratë. Lumej dhe zërë, Allahu pse i ka kriju në këtë formë? Se mës mu kanë lumi me shtratë, dven të shpija. Apo, po e kanë dreq me shtratë, i kanë nuk kufin, i thunë ukhdud. Apo, pse i kanë nuk kufi o dhe zërë? Pse i kanë nuk kanale? Pse njerëzit, apo edhe po ankohen se s'ka kanalizim të mirë? Pse kanë nuk kanale o dhe zërë? Se bje shi i madhë. Po nuk e kanalizua jo me e gjujt ndeti ata edhe në lumej, ata rajt dven të shpija. Andaj ka kanale, hin në kanal, shkon atje. Edhe se dunjaja që shtu, bje shumë shi, bje shumë pasuri. Ama dhe ka dale, qel kanale.
Qel kanale se me bo dunjoja me të morë me veti, veç këtë ashtë vetën i shkatru midis detit. Andaj, a ki kanale me të cilat ti e ndrejt jetën tane. Allahu të na ka kriju epshe, teka, dëshira, nefs, qefe, kena me rak ata, dëshirat flakta për këta. Allahu të ketë të në regull. A ki kanal? Ka me ecë kjo? I du këtë dunjoja, po s'mune këtë dunjoja, ti s'ki kanale. Qeli kanalët, qeli drejtimet, të cilat ti i gjunë to, e pasaj edhe i shfrytëzon pa u dëmtue. Shiko vëzër, a ka mbot dikun, që njëtë ka thonë, neve s'ta duhen kanale, ne të vere që të shiju, s'ka lidhë, ne të në lagë, jo ve vëlla, kanale që ti të rish rahat. Edhe zarmin me kanale e kena po. Zarmin, pse ke po me shporet? Që mës me gjek, andaj Allah u gjeli gjelalu, tha uji, i në gjanë dunjajës dhe dunjaja ujit, se shtroje kanalin e Allah, po dole pi fejes, të mitë qajo pare që ata ka thonë Zoti. Po e more pi haramit, me qatë haram ta një gulfat. Me shka i shkatru dhe zër Allahu popujt. Me diçka pi ahiretit, a pikse dunjaja. Popullin e Nuhit, me shka i ka shkatru e? Me uj. Qatë shi që ka janë gëzu, ka thonë, shi i ma thëra. Ama i shivi mundet mos munal. E pos unal, Zotin arrujt. Thot Aisha radiallahu anha, kur murmurante edhe u afroheshin e ret, thot, ke njerëzit gëzoheshin pos Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. E tha një dit i thash, ja Rasulallah, kur vinë ret, ketë gëzohen, veç tis gëzohesh, bile mërzitesh. Edhe përsa me ka pas të dit, kur ka ndalë ret, ka hin piderët, ka dal. Ka thonë, ja Rasulallah, pse po banë qështu? Ka thonë, o Aisha, qështu kanë njës dëshkimet. Kur bje shi, na apo gëzomi, apo, ama para disa viteve e mor atje Hasan Begi. Apo, e kush është ai që e nal? Allahu xhelola me lçu shi që s'nalet. Andaj ka vendos kanale. Cili jo kanali jetës e vëzër? Feja e Zotit, Kur'ani Allahu, hadithi pejgamberit, kanalizoje se të merr me veti. Tjetra vëzër që kanë përmend dietarët në çështjen e ujit, cila vëzër, se uji e ka tabiat nuksanllëkin. Çfarë do të thonë nuksanllëkin? Shpejt avullohet, shpejt hub. E shlën ujin, që ti e le ujin, që ati sa. Apo, kanë thënë djetarët, tabiati dunja e sa nuksan. Andaj emnin dunja, a di shka i bje? Nuksan. Emni dunja, që ka na u banën copa për këtë dunja. Vet emnin Zotja ka thënë, nuksan. Ama na s'menojna, por që më para menoj, na emnin e ka dunja e nuksan. Na për nuksanin rokna. A rok është i për një qmendinës të bardovësës. Pëllon janë dishku njënë që gjithë se një qmendër a gjithë shumë serioze puna atina. Që shvella serios puna atina? Po valla shumë serios. Allahu gjëre e ka bra dunjën dhe zërë të poshtër. Andaj për mësëm ka thonë, unë s'kam lidhi me dunjën. Pse? Unë me qmendinën s'kam kur gjo. Kjo veni, ka thonë alej salatu e selam, mel'unun, e malkuar është dunjaja. E malkuar dhe zërë. Edhe e malkuar, ne e shofin që e malkuar. Po sa jo që ka jetohet me Allah. Andaj dunjaja dhe zërë është e vendos mi noksanllëk. Po nuk e more me noksanllëk. Çka bëhet? Atëre ja shashërri. Edhe e fundi dhe zërë me këta e përfundojna. Ka thënë dietarët, uji e ka një tabiat, është i këndshëm kur rrjedh, edhe prishet kur e nal, i venera. E na ka njerë munomi dunjajnë me e nal, e ajo prishet, edhe na prish neve. E që du është mi apo hajrin dunjajës, lejnë e të rrjedhe. Na e po më Ramazan, dhe zërë. Ska me e mirë Ramazan, a me hangër, a mos me hangër, a me jo dhonë tjerëve. Cila me e mirë, dhe zërë, a me dhonë sadaka, a me shishta kër e jep sadaka fukarajës, edhe shion në mbëlsien, a kër e ha vetë. Cila me e shisht? Wallahi me shishta kër e jep, edhe shion në mbëlsien. E Allahu gjelole e pruni shembull në dunjajës me ujin, se uj kura lumë o i kanëshëm. A kur rrim me një ven prishet, ti merë një shishe edhe këshyre, leje disa dit, veç që ta shif i vika era. Pse i vika era? Se s'ka rrjedh. S'ka rrjedh. Pse Allahu tha në xhenet ka lumej? Se rrjedhin ato. Rrjedhin. Leje dunjajin e të rrjedhe. Po njani thot po kam i shku ati tjetër, por në që shkuje se qashtu duhet ajo. Ajo duhet mu sill. Allahu e ka bo, shiko pazar. Pazar e ka bo dunjajin. Herë merë ti një sen, pasa i vjet tjetër, pasa ket, nuk kime mejt pa ta vallaj. A ka me dikush pa hangër? Ka me dikush pa pi? Ka me dikush pa martu? Ka me dikush pa shiju për kësaj dunjaje? Jo vallaj.
Ama na kanë emrak. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo mësimi i madh zot. Mësimi i madh. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka dhënë Imam Muslimi. Mos mu kanë jehudit mishi nuk i shprish. Çka kanë bërë zot jehudit? Shikoj uji kur nalet prishet. Jehudit vëzër, kur ja ka bëu Allahu xhelali ka bot pasur, ato kanë prej shumë lop. E pasanik për tënve e kanë pas obligimi ushit varfërit. Ato që kanë bëu vëzër, i ditë për ditë kanë thonë, more këto varfërit na çun poshtë. Na pre lop ato ha, na pre ato ha bash. S'mundet kështu. Ata që kanë bëu, ka thonë na të mëshëm, apo sigurisht ka shpejt, unë jam i mëshëm, unë i çoj bangi rujë. Në të nejnë që ati dhe të se ma sigurd janë. Oha, ma mësanina, ti des i ajsi bardën bank. Që këna dalimi? E jehudit që ka banë dhe zër, i mledhen do lopë pasanik dhe thana di qka. Kena me prej shumë lopë për një dit, edhe kena minu në depo. Mësanive që japë në kapak, që ka zojnë që kena prej shumë lopë. Se mju ka zojnë që kena prej 1.000 lopë, vinë fukarat e lipin e isën. E Allahu ja u rratulloj. E për mësam dhe vallaj, mësë më paskon ata mishi si shprish. E mishi vëzër, pse sot shtinjet frigorifer? E di. Pse mishin ti kur e pret se lëndil? E thot po prishet Allah. E mirë, atë ka shku me një pse prishet. E që të kalzon për nga mërë, sa të kalzon me shpallje. Ka thonë alejhi sallatu wassalam, mos mu paskon jehudit kur e kanë deponu mishin mos ju japin fukarave, mishi kush si shprish? Pse si shprish o vëzër? Se ato e kanë deponu, kur kanë shku me qel, ketë janë prish. Atare kanë thonë, qysh me ndrejsh tash? Kanë thonë, kur ta prejsh lopën, shti në frigorifer, ftov tikun, se mishi prishet. E pse u prish? Se e ke nal. Qka ta nal që prishet? Njani e nal veç për veti. Olla pëse ka pa veç për veti. Allah i ka kriju hajvan për ket. Allah i ka kriju dunjajnë për ket. Jo veç për tije. Na ket du të me hangër, na ket du të me pi. Vetëm pi halalit. Ti bane e nale, ta prish Allah unë depo. A sa njerit kanë me depo? Sa njerit dhe zër omshelë në dhomë vet, tu i një faltant. E pastaj ka hup qelsin e ka dek mrejna. Se s'kan dit njëzit ku qelsi. Qysh me june mrejna që është me ja qelderën. Shpesh na blokomi në dunjajën tonë, shpiton blokomi. Allahu tha, o Muhammed, ka zoju njerëzve, mos të habitën këtë dunja. Kjo është vetëm zbavitje. Mere hisën tane dhe zër, sikur që e ke mor hisën tane për Ramazanit, mere hisën tane për adhurimit, për i knatësia Zoti Gjelle Gjelalu, edhe shkote Allahu me knatësin Allahu Gjelalu.